Në 19 shkurt është muaji i shenjtë i Ramazanit për gjithë muslimanët në mbar botën, një muaj që ka reflektimin shpirtëror dhe pastrimin shpirtëror. Çfarë do të jetë dhe çfarë do të ketë parasysh një musliman gjatë kësaj Ashtu siç e përmendën, data 19 shkurt është data ku të gjithë besimtarët muslimanë, jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë, fillojnë një muaj përkushtimi dhe sakrifice, që është muaji i begatë i Ramazanit. Në vetvete, ndonë se shohim që pritet me një lloj emocioni të veçantë, për vetë arsyen se për muslimanët është muaji më i veçantë, i cili është i mbushur plot e plot mirësi, i cili ka në vetvete mbart një sër domethëniesh të rëndësishme për jetën e besimtarit. Për këtë arsye, jo vetëm ne si institucion fillojmë përgatitjet që më herët, por edhe vetë besimtarët bëjnë ato planifikime dhe përgatitjet e tyre në mënyrë që ta kalojnë sa më me përkushtim këtë muaj të begatë të Ramazanit. Menjëherë, ky muaj në mënyrë të drejtë për drejtë kur themi muaj Ramazanit, na vjen në mendje agjërimi, sepse është adhurimi i cili është pikërisht simbolika e këtij muaji. Çdo thot agjërim. Agjërimi është privimi i vetes nga të ngërët nga të pirit, nga një orar i mëngjesit deri në mbrëmje, dhe kjo pikërisht jo vetëm një lloj si e quajmë ne një lloj diete, por një lloj përkushtimi shpirtëror. Në një farë mënyrë, pra muaji i Ramazanit nuk është një dietë fizike, një dietë që i bëhet për çështjen e të ushqyerit, pra ai ndryshimi i vakteve apo i orareve të ushqyerit, por në vetvete është një dietë shpirtërore, pra, sepse gjatë këtij muaji besimtari lë me një anë angazhimet e përditshme dhe përkushtohet më tepër në anën shpirtërore të këtij muaji, pra përkushtimi ndaj Zotit. Ndose në kohë të tjera kishte disa përkushtime adhurimore, disa obligime në lidhje me raportin që ka me Zotin. Gjatë këtij muaji besimtari është në një raport adhurimor gjatë gjithë ditës. Të agjëruari do të thotë të frenosh veten nga veset, të privosh veten nga gjërat të rutinë që i kemi bërë dhe të kujdesesh më tepër për anën shpirtërore, pra të bësh njëri më i mirë, të reflektosh, të bësh më human, të bësh më solidar, të bësh më i përkushtuar ndaj adhurimeve të Zotit dhe pikërisht është ky muaj pra që e bën transformimin total të besimtarit nga një rutinë e përditshme në atë planin dhe programin e qartë të përkushtuarit të anës shpirtërore, jo vetëm në marrëdhënien që ka me Zotin, por edhe në marrëdhënien që ka edhe me shoqërinë. Çfarë duhet të ketë parasysh një musliman gjatë këtij muaji dhe cilat janë ato që po themi haram ose halal që bëhen gjatë këtij muaji? Aty që unë përmenda më sipër, gjërat që ndalohen pra në këtë muaj, që të plotësohet pra adhurimi kryesor i këtij muaji që është agjërimi, është privimi i vetes nga të ngrënit, nga të pirit, nga mëngjezi që tashmë përkon me orën rreth 5 e disa minuta deri në mbrëmje, pra në 5 e 20 e ca minuta, do thotë që besimtari gjatë kësaj periudhe kohore nuk duhet të ushqehet apo edhe të marrë ndonjë ushqim që e ushqen trupin, por privohet nga ato dhe më pas përkushtohet në pjesën e adhurimeve. Padyshim nuk është vetëm kjo ajo çfarë e dëmton atë shpirtin e Ramazanit, janë edhe më pas aty që vetë profeti Muhammed paqja dhe mëshira e Zotit qofshin me të thotë se janë disa njerëz të cilët dalin nga ky muaj vetëm të privuar nga të ngrënit, nga të pirit, por nuk kanë marrë asgjë nga agjërimi. Dhe ajo çfarë e bën këtë gjë, pra e sjell si përfundim të kësaj gjëje, është ata të cilët nuk kanë qenë të vëmendshëm me fjalorin e tyre, me sjelljet e tyre me njerëzit, nuk kanë qenë human dhe nuk janë përkushtuar ashtu siç i duhet një besimtarit përkushtohet në Ramazan, por vetëm thjesht kanë qëndruar të privuar nga të ngrënit, nga të pirit. Pra, në një farë mënyrë besimtarët duhet të jenë të përgatitur dhe të vëmendshëm që të kryejnë të gjithë aspektet e Ramazanit në mënyrë që të jetë një Ramazan i suksesshëm. Dhe veset duhen lënë me një anë, gjithmonë e besimtarëve u themi që është koha e artë për të lënë me një anë veset të cilat ishte e pamundur që të liheshin në një periudhë tjetër dhe shohim që njerëzit janë më solidar, janë më human,
janë ata të cilët shtrojnë tryeza iftaresh apo sufyresh për gjithë besimtarët e tjerë dhe u vinë në ndihmë me ato mundësitë e tyre edhe besimtarëve të tjerë që nuk kanë mundësinë financiare që ta përjetojnë Ramazanin ashtu si të gjithë të tjerët. Pikërisht këto janë disa prej atyre çështjeve të cilat kanë kujdes besimtarët gjatë këtij muaji. A ka ndonjë ndryshim në mënyrën se si e kremtojnë rutinën apo në rregullat mes muslimanëve sunit dhe shiat? Padyshim ka disa detaje të vogla të cilat ndryshojnë ndërmjet atyre që janë sunit dhe atyre që themi shia, por ne kemi fatin e mirë që Shqipëria nuk ka ndasi të tilla, janë që të gjithë besimtarë sunit dhe ne kemi akoma më të thjeshtë më pas që pjesën e praktikimit apo edhe të çështjeve që kanë të bëjnë me detajet apo me gjërat që duhet i dinë besimtarët dhe ne si komunitet musliman i Shqipërisë me njoftime, me informacione të ndryshme, me botime të ndryshme bëjmë edhe orientimet e nevojshme për të gjithë besimtarët, sepse Ramazani është edhe faktikisht një periudhë që kemi edhe shumë individ që ndoshta e agjerojnë për herë të parë dhe edhe këta nuk duhet të jenë jashtë vëmendjes sonë, ne jemi të vetëdijshëm për këtë gjë, për këtë arsye edhe njoftimet, sugjerimet tona apo edhe botime të ndryshme të fletpalosëve, librave të ndryshëm që kanë të bëjnë me agjerimin janë më të gjendshëm në të gjithë ambientet, jo vetëm të xhamive, por edhe të ambienteve të tjera. Po ashtu ne kemi filluar shumë më herët me pjesën e informacionit, me ligjëratat, me programet të ndryshme që bën, dhe kjo bën të mundur që besimtarët të jenë të mirë informuar në mënyrën se si duhet ta agjërojnë atë dhe se si duhet ta kalojnë këtë muaj. Çfarë ndikon që muaji Ramazanit nuk është asnjë vit i njëjtë? Atëherë, Ramazani përcaktohet sipas kalendarit hënor. Kalendari hënor nuk është në përputhshmëri të plotë me kalendarin diellor atë që ne përdorim. Kalendari diellor është bërë nga 365 ditë, ndërsa kalendari hënor, pra cikli hënor, është më i shkurtër, është rreth 10 ditë më i shkurtër se sa kalendari diellor. Për këtë arsye ka një lëvizje 10 ditore çdo vit. Për këtë arsye, pra, sepse ne e përcaktojmë fillimi dhe mbarimin e muajit Ramazanit me shikimin e hënës, pra sipas ciklit hënor. Dhe kjo e bën që çdo vit ne të kemi një ndryshim, një shkëputje apo një lloj spostimi rreth 10 ditë të muajit Ramazanit më herët. Duke qenë se ky është muaj, siç e tha dhe ju pak më parë, i vetë kontrollit, i reflektimit shpirtëror, i humanizmit dhe tjera me radhë, a keni ndonjë mesazh jo vetëm për muslimanët në Shqipëri, por për gjithë qytetarët? Absolutisht, mesazhi im do të ishte ai që Ramazani mbart në vetvete që vërteta, të bëhemi besimtarë sa më të mirë, të kujdesshëm, por gjithmonë të shohim edhe aspektin human dhe solidar, pra jo vetëm raportin dhe marrëdhënien që kemi me Zotin, që është një raport individualisht, tërësisht një çështje individuale e çdo besimtari, të shohim edhe anën tjetër, atë që shoqëria jonë faktikisht ka nevojë kaq shumë në këtë periudhë, të forcojmë dhe të shohim aty ku ka probleme, të rregullojmë raportet dhe marrëdhëniet që kemi me familjen, me shoqërinë, me njerëzit rreth rrotull, të bëjmë më të ndjeshëm ndaj problematikave të cilat hasim me shoqërinë që na rrethon, sa më human për të ardhur në ndihmë edhe atyre njerëzve që janë në nevojë. Pikërisht këto do të ishin mesazhet kryesore të cilat unë do të kisha dëshirë të përcilla nëpërmjet ekranit tuaj. Shumë faleminderit për kohën. Faleminderit.